nuk lejohet namazi pas një imami i cili haptazi i shfaq bidatet shkatëruese dhe i cili haptazi e sulmon dhe e nënçmon besimin e sakt të ehlusunetit, e as pas ati i cili haptazi i bën mëkatet e mëdha dhe është i njohur si njeri fasik, si njeri që i bën mëkatet e mëdha, nëse ka mundësi dhe ka më të mirë se ai. Pra, në momentin kur kemi një më të mirë se ai, atëherë shkojmë dhe falemi pas ati. Dhe kjo është për shembull methebin Hanefi. Në methebin Hanefi ekziston se nuk lejohet që të del imam një njeri i cili e ruan mjekrën e tij, dhe nuk lejohet namazi pas ati në qoftë se kemi dikun që ka dikush që është më i mirë. Pra, kjo është në për methebet e muslimanëve dhe kjo është diçka e njohur tek muslimanët, se mëkatari fasiku nuk del imam, po del imam njeriu që është më i mirë, që ka besimin e saktë. Dhe kjo duhet të respektohet. Nëse kemi një njeri që ka besimin e saktë dhe nuk i shfaq mëkatet e mëdha, duhet të falemi pas tij, nëse ka mundësi. Kurse në momentin kur s'ka mundësi dhe të gjithë imamët janë të njëjtë, të gjithë pra i bëjnë mëkatet e mëdha haptazi dhe të gjithë janë bidatxhi dhe thrasin në bidate haptazi, atëherë nuk e lëm namazin me xhamat. Atëherë nuk e lëm namazin me xhamat, po falemi pas tyre. Falemi pas tyre. Sepse namazi me xhamat është më i rëndësishëm se sa që të lihet për shkak të gabimit të atij. Mirë, po në momentin kur ai kemi zëvendësim për të, kemi dikën që është me besim të saktë dhe nuk i shfaq mëkatet haptazi, atëherë lidhemi dhe falemi pas tij e jo pas këtij mëkatarit apo i cili haptazi thret në bidat dhe i shfaq ato haptazi. Kurse nëse ndonjëri prej imamëve bën vepra që janë shirk, pra bie në shirk, atëherë nuk lejohet namazi pas tij në asnjë mënyrë. Pra, nëse është prej atyre që kanë besim se lejohet të bëhet dua varezave, nëse ka besim të sufive ekstrem, të cilët besojnë se evliat e kontrollojnë gjithësinë, se evliat lejohet të bëjmë dua, se lejohet që të kërkojmë prej tyre dhe të shkojmë te varret e tyre, gjithsesi veprat të cilat i bëjnë bekteshit, nëse ndonjëri prej tyre i bën këto apo i arsyeton këto, atëherë nuk lejohet që të falemi pas tij absolutisht. Pra, nëse ka mundësi dhe ekziston një prej ehlusunetit dhe që nuk është mëkatar i madh dhe ekziston një tjetër i tillë, atëherë i jepet përparësi këtij. Nëse nuk kemi rast të tillë, atëherë falemi edhe pas mëkatarit dhe bidatxhiut me bidate shkatruese, sepse namazi me xhamat është më i rëndësishëm se sa që ta lëm për shkak të tij. E në rastin kur s'kemi asnjë mundësi që kjo është e rëndë të ndodh, atëherë do të mundohemi që ta gjejmë dikën dhe të falemi pas tij. Mirë, po kjo elhamdulillah në për qytete, spaku në për qytete nuk besoj se ekziston një gjë e tillë.